Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Në të parën ndalje si Ministre e Ekonomisë për të analizuar tremujorin e dytë të vitit 2025, Delina Ibrahimaj tha se rritja ekonomike është nxitur nga sektori i ndërtimit, shërbimeve ku përfshihen transporti dhe turizmi, si dhe nga industria përpunuese. Megjithatë, pavarësisht tablos pozitive që paraqiti ministrja, të dhënat e Instat nxjerrin në pas se kontributin më të madh në rritjen ekonomike të kësaj periudhe e ka administrata për shkak të rritjes së pagave, ndërsa dy sektor kyç të punësimit, si bujqësia dhe industria, kanë dhënë efekt negativ. Të gjithë sektorët, ndërtimi, shërbimet, ku bën pjesë dhe turizmi, ku bën pjesë transporti, në sektorin e industrisë që siç thash ka pasur në fakt në një rritje reale me 1.79%, kemi pasur 9 sektorë të cilët kanë dhënë kontribut pozitiv, gjithashtu dhe industria përpunuese ka qëndruar në nivelet e vitit kaluara, dhe këtu e kam fjalën kryesisht për sektorin e tekstileve. Industria, siç thash, ka 9 sektorë që kanë qenë në rritje, tek bujqësia, pyet dhe peshkimit që ka pasur kontribut pozitiv në total, sektori bujqësor ka pasur një rritje nominale prej 2.62% dhe përveç këtyre dy sektorëve, të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë kanë shfaqur rritje. Duke u referuar indeksimit të pensioneve, Ministra Ibrahimaj pranoi se reforma e shumë përfolur e pensioneve nuk do të bëhet dot realitet së afërmi. Është një punë e cila është në proces, sigurisht që nuk është një temë e cila dhe nuk është një vendimarrje e cila mund të merret shumë shpejt, megjithatë targeti jon për 4 vjeçarin e ardhshëm janë ato masa që juve paraqitet në pyetjet tuaja, pra rritja e pensionit minimal dhe rritja e pensionit mesatar. E pyetur nga MSN lidhur me raportin e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ku ngrihet shqetësimi mbi korrupsionin, pastrimin e parave dhe pengesat që hasin investitorët e huaj, Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit tha se qeveria, për të reduktuar ekonominë informale, qeveria do të zbatojë një plan 3 vjeçar për të minimizuar përdorimin e paras në dorë. Sa i takon korrupsionit, në veçanti në raportin e dash është e nënvizuar dhe shprehur që modernizimi i shërbimeve qeveritare ka pasur një efekt pozitiv në luftën kundër korrupsionit. Ekonomia informale vijon të ketë një norm të lartë, megjithatë në 4 vjeçarin e ardhshëm, dhe sa i takon paras në qarkullim, paras pra jashtë sistemit bankar, po edhe sa i takon reduktimit të informalitetit, ne do të kemi një plan agresiv masash për reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Është një plan 3 vjeçar, i cili tashmë është i përgatitur nga qeveria. Në përfundim, Ibrahimaj nënvizoi synimin e qeverisë për të rritur pagën mesatare në 1.000 euro si një tregues i zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe modernizimit të ekonomisë.